Lidhemi tani me Prishtinën me gazetarin sportiv Jon Ajeti për të folur për futboll. Përshëndetje Ajeti, faleminderit që jemi me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Vëmendja e madhe përqendruar tërësisht tek sfida e nesërme, lokacioni të shqiptarëve, kudo që janë tashmë është Prishtina e 31 marsit. Si është situata dhe pritshmëritë? Po sigurisht pritshmëritë janë shumë të larta, duke ditur se çfarë peshe ka kjo ndeshje. Besoj jo veç në aspektin sportiv, dhe atë mund të them global, kalon besoj limitet e sportivitetit. Sigurisht interesimi është i jashtëzakonshëm, sikurse nga njerëzit që besoj keni raportuar apo nga tifozët e po ashtu edhe nga mediat. Unë isha sot në seancën e fundit stërvitore dhe në konferencën për media ku afërsisht 70 gazetarë ishin prezent në konferencë, pastaj edhe në stërvitje, një numër rekord besoj nga të gjitha ndeshjet që nga pranimi në vitin 2016, të cilën e kishte pasur pra Federata e Futbollit të Kosovës, dhe jo vetëm aq, kërkesat e larta që kanë qenë për të pasur një bilet për këtë ndeshje tregojnë definitivisht rëndësinë, mund të them me plot kuptimin e fjalës, mbasi edhe njerëzit të cilët nuk kanë përcjellur as edhe një herë, nëse mund të them kështu, futboll nëse kanë shikuar nëpërmjet ekranit, kanë shprehur interes për të pasur një bilet, pra duke ditur që do të jetë një mundësi ose është finalja për të kualifikuar në kampionatin botror. Sidoqoftë duhet të themi që Turqia është një kundërshtar shumë i fortë me shumë elementë që shpesh mund bëjnë diferencën, apo jo? Patjetër, është një kombëtare shumë e respektuar, është një kombëtare që ka në radhët e veta disa futbollistë që luajnë në ligat më të forta, madje në ekipet më të forta në Evropë dhe në botë. Sigurisht Arda i cili luan tek Real Madridi apo Kenan që luan tek Juventusi, e futbollistë tjerë që mos përmendni Hakan Çalhanoğlu e të tjerë që luajnë në top ekipet e futbollit evropian, dhe në të gjitha sharqet do të jemi real në base favorit në letër. Jo gjithmonë edhe fitojnë, por realisht nëse matën forcat, sigurisht që Turqia është një kombëtare më favorite kundrejt Kosovës, por unë shoh kjo është vetëm një ndeshje dhe gjitha kalkulimet nga të dyja taborët nga një moment mund të ndryshojnë varësisht se si do të rrjedhë ndeshja. Përparësia është që zhvillohet ndeshja në Fadil Vokri, aty ku Dardanët sigurisht do të krijojnë një atmosferë shumë të zjarrt, e sa do të jetë tash ajo themi edhe forcë shtesë për Kosovën, do të mbetet të shihet sepse nganjëherë kjo mund të jetë edhe një presion. Kujtoj që ndeshjet më të mira apo fitoret kohëja të rëndësishme Kosova i ka arritur në ndeshjet kur ka luajtur edhe jashtë, kështu që janë plot elemente me cilat mund të flasim edhe disa prej tyre i përmenda, por edhe njohësit më të mëdhenj të futbollit, madje edhe bastorët, cilat gjithmonë bëjnë ato kalkulimet e tyre, favorizojnë Turqinë, megjithatë edhe nga deklaratat e ndryshme nga trajner e ish futbollist të Turqisë kanë thënë se duhet pasur kujdes kombëtarja e Turqisë përballë Kosovës, duke parë se çfarë ka performuar përgjatë këtij cikli të kualifikimeve. Përndryshe, sigurisht që kjo është një mundësi e ardhur pas një themi paraqitje shumë të mirë në 4-5 sfidat e fundit. Kujtoj që Kosova nisi me një humbje ndaj Zvicrës 4-0 dhe kur ishte shorti aty ku ishte Kosova, ishte Zvicra dhe Suedia, dhe pak mendonin ose skeptik ishin shumë që mund të dalnim në vendin e dytë, dhe gjërat ndryshuan më pastaj në rrugtim me dy fitore shumë të rëndësishme përballë Suedisë, gjërat ndryshuan pra në të mirë të Dardanëve, dhe kjo tashmë është një mundësi shumë e mirë e ardhur për Kosovën që do të shkruante historinë në rast se nesër do të arrijë fitoria. Në fitoren ndaj Slovakisë pas ndeshjes, trajneri Foda theksoi se duhen evituar gabimet në mbrojtje në pësimin e golave. Pra, vëmendje më shumë tek golat, apo jo? Po, sepse golat realisht u pranun nga disa momente dekoncentrimi nga faza defanzive apo pakujdesie si të doni, pra nga ndërprerja, duke ditur që ajo ishte arma më e fortë e Slovakisë me goditje me kokë apo goditjet standarde, ashtu siç i pasuam 2 gola, por ajo që ka u tregua në fushë, pastaj karakteri i rikthimit, sepse 2 herë barazuam rezultatin pastaj për të dalur në përsi të dyfish dhe pastaj prapa pranuam gol, u pa që mbase kishte edhe emocionin
nëse mund të them pak sa më të tepruara nga lojtarët, nga dëshira e madhe për të arritur këtu në këtë finale të play-offit për botëror. Megjithatë, unë mendoj se krejt ndryshe do të jetë edhe qasja e lojtarëve në sfidën që do zhvillohet nesër, sepse e din që janë ato 90 minuta apo nëse shkohet në vazhdimin 120 minuta, të cilat mund ta konfirmojnë kualitetin e tyre edhe gjithçka tjetër, dëshirën e tyre për të futur veten në histori, sepse siç e thash, një shtet si Kosova që ishte pranuar ende nuk i ka bërë 10 vite, sepse në maj mbushet 10 vjetori i pranimit në UEFA dhe në FIFA, do të ishte diçka jashtëzakonshme dhe do të pajtohesha, edhe kam thënë për disa kolegë tjerë në emisionet në Shqipëri, që pas pavarësisë së Kosovës mendoj që në rast të kualifikimit kjo do të ishte gjëja më e bukur që i ka ndodhur Kosovës dhe do të shkonte shumë kohë për një arritje tjetër kaq masive, sepse siç e thash krejt në fillim, kjo ka lënë për masat e sportit je në glob njësh nga të gjithë. Shumica e njerëzve po të arrish atje në grupe do të dëgjojmë për herë të parë për Kosovën, kështu që është diçka që te kalon krejt kufit edhe të politikës edhe sportit, siç e përmenda. Në anën tjetër është bërë stres, po themi tashmë, bileta për të parë ndeshjen, kërkesat e jashtëzakonshme këto në një stadium të vogël, jo si ne në Air Albania. Si është situata? Po edhe të kishte kapacitetin e Air Albania, unë besoj që interesimi prapë do të ishte i këtij niveli për kësaj forme, siç e thash ju, veç të tifozët, por edhe gazetarë të shumt janë refuzuar për shkak të kapacitetit të stadiumit, fatkeqësisht, sepse ka pasur gazetarë që vinin edhe nga mediume të ndryshme, jo vetëm ato turke, por edhe shumë rajonale, madje edhe ato nga Shqipëria, është limituar numri nga mediumet që t'jenë minimalisht nga 1. Por sa i përket biletave, nuk e dini se keni lexuar, është raportuar që diku rreth 450.000 kërkesa kanë qenë për të pajisur me një bilet të kësaj ndeshje. Por ajo që është e keqe është se njerëz të cilët themi kanë aplikuar apo dhe kanë bler bilet në metodën online, tashmë janë duke pretenduar edhe po i shesin në numër, në fakt në një shifër 3 apo 4 fish më të shtrejt. Diçka që ndodh në fakt në krejt Evropën, shitjet në tregun e zi, megjithatë janë disa bileta të cilët themi shpërndahen për sponsor apo edhe për njerëzit të cilët janë në politikë, e pastaj ndodhin edhe keqpërdorime. Megjithatë thirrjet të cilët janë bërë edhe nga federata edhe nga tifogrupi Dardanët për një gjë të tillë në rast se u afro dikush edhe bëjnë gjëra të tilla që të raportojnë, edhe minimalisht edhe nëse shesin që mbase edhe kanë të drejtën, nëse mund të shpreh ashtu, mos t'i shesin për tifozerin kundërshtare. Pra është bërë një kaos, siç e thash, sepse paramendojni stadiumi i Kosovës, në këtë rast Fadil Vokri, ka një kapacitet prej 12.560 ulse, nëse krahasojmë edhe disa të cilat bllokohen për shkak të protokolleve të ndeshjeve, atëherë arrin diku rreth 12.000 e pak. Kështu që sigurisht që ka qenë një telashe edhe kokëdhimbje, besoj edhe për udhëheqësit e federatës që të bëjnë, themi kështu, vend për të gjithë ata që dëshirojnë të futen aty. Ky është ndoshta problemi i kapacitetit, megjithatë kujtoj se biletat ishin shkitur prafërsisht më pak se një orë. Edhe sigurisht që ka kriju shumë telashe kjo pjesa e kërkesave të larta, edhe pastaj edhe limit të keqpërdorimit të atyre bileta të njerëzve që mbase nuk kanë interes për ta përcjellë ndeshjen. A jeti një projekcion për nesër, jo si gazetar sportiv? Pse jo, edhe si tifoz? Po si tifoz nuk mund ndryshe them dhe të vazhdoj të ndroj që mund të arrihet fitoria e jashtëzakonshme që do të ishte edhe më e madhe në historinë e futbollit të Kosovës. Në rezultat të saktë është e pamundur të qelloj, por nëse arrihet fitoria nuk ka shumë rëndësi se kush do të shënoj, nuk ka shumë rëndësi se çfarë rezultati do të mbyllet, vetëm të jetë fitore dhe gjithçka pastaj besoj që do të kalojë në një festë që do të jetë e përafërt mbas edhe me. Mund të shkojmë në rezultat 2-1? E bëjmë këtë bast, po themi, për Kosovën. Unë e pranoj çdo rezultat i cili do të jetë pro Kosovës, pasi më pyetet në aspektin e tifozllëkut.
Në ndërkohë mendoj edhe kështu që duhet qëndruar me këmbë në tokë, pasi është një kundërshtar i vështirë dhe besoj që janë bërë përgatitjet që është kryesore atje tek djelmoshat që nesër mbrëma të performojnë ose të tregojnë ndeshjet e tyre jetësore, të cilat i kanë bërë deri më tani si për kombëtar ashtu edhe për klub. Shumë suksese, ju urojmë shumë suksese skuadrës kombëtare të Kosovës. Faleminderit që ishe me MCN Informacion. Faleminderit shumë për ftesën. Ne kemi mbritur në fund, do të shihemi nesër përsëri në orën 16. Mirupafshim.